Gjesti kërcënon Noizin dhe Dafina Zeqirin. Çfarë po ndodh? Një situatë interesante ka ndodhur në botën e showbizit shqiptar, ku Gjesti, një prej personazheve më të njohura në Big Brother VIP Albania, ka dalë me një mesazh të fortë për Noizin dhe Dafina Zeqirin. Ai ka kërcënuar në formë shakaje publikisht dy artistët, duke thënë se nëse ata nuk i dërgojnë dronin që ai kishte kërkuar dhe nuk i bëjnë follow në rrjetet sociale, atëherë ai do të thyej Ferrarin dhe do të kenë probleme me të. Kjo deklaratë ka shkaktuar shumë reagime në rrjetet sociale, ka tërhequr vëmendjen e fansave, ndërkohë që Gjesti mbetet i izoluar në Big Brother VIP duke synuar fitimin në finalen e 19 prillit dhe fitore në këtë edicion. Ky lajm u bë i ditur edhe në prajmin e fundit, teksa u shfaqen disa lajme nga jashtë ku një ndërtoi ishte dhe follow i Dafinës, por duke mos e konfirmuar nëse është lajm i vërtet apo i rrem. Por Gjesti, edhe pse i izoluar, nuk mund ta dijë se Dafina në të vërtetë jo vetëm që i ka bërë follow, por ka shpërndar shpesh herë në momentet e tij të vështira edhe mesazhe inkurajuese dhe duke ftuar fansat e saj ta votojnë. E nga ana tjetër, edhe Noizi, si miku i stresit, i cili ka qenë një ndër artistët më në përkrajet e Gjestit të edicion, i dërgoi një dron, teksa nuk dihet nëse Gjesti ka kuptuar se ka qenë pikërisht nga Noizi. Duket se Gjesti ka rrëmbyer zemrat edhe të artistëve të mëdhenj shqiptar, teksa e pret jashtë një karrierë ndritur muzikore, si dhe shumë koncerte. I ftuar së fundmi edhe në një emision, menaxheri i njohur i klubeve ka thënë se kërkesa për Gjestin është në pikun e tij më të lartë dhe në çmime që shkojnë nga 15 deri në 20.000 euro për koncert, duke thënë me shaka se shumë shpejt Gjesti do e bëjë çmimin e madh vetëm në 2 javë.